Agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit pak ditë më parë kanë mësyrë në kryeministri. Lajmi është bërititur nga kryeministri Edi Rama, i cili në podcastin Flasim ka rikthyer sulmen ndaj organeve të drejtësisë, por në një moment ai ka sulmuar edhe BKH-n, teksa ka konfirmuar atë që është folur në rrogoz se agjentët kanë ushtruar kontroll edhe në godinën e drejtuar prej tij. Madje e ka patur edhe përplasje me gardën, pasi agjentët nuk kanë dashur të dorëzojnë armët tek dera e kryeministrisë. Një shprehje urtë italiane thotë due indizi non fanno una prova. Dy indicie nuk përbëjnë një provë, çka sot në fakt po të shohësh se si fajsohet njeriu në mexhlisin ton politike e mediatik, përbën jo një provë, por dy dënime. Por unë nuk do të ndjekur se si logjikën e mbrapsht të dënimit me indicie as në këtë rast, por do të mbetem tek bindja se këto dy indicie tejet shqetësuese nuk provojnë se protagonistëve të pavarësisë së drejtësisë u ka marrë kokaer dhe u është mbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, siç vun reca trimosha të BKH-s, për cilët kam dëgjuar shumë çuditëra, por kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllaken tek dera sipas rregullorëve së sigurisë së lartë të Gardës së Republikës. Rama nuk dihet se përse agjentët kanë shkuar te kryeministri dhe nëse ka lidhje me dosjen Balluku apo nëse SPAK po godet në nivelin më të lartë të qeverisjes. Rama sot shprehu fjalët më të mira për Klodian Brahon, por duket se diçka e shqetëson Bablokun dhe gohet e liga flasin se steka e SPAK mund të kapë majat. Pra nuk dua kurse si të them se ferrat e mendosive dhe sëmundjeve të vjetra e kanë marrë uratën e drejtësisë së re, por dua të ndaj me të gjithë bindjen se ka ardhur koha e një reflektimi serioz, profesional dhe ndërinstitucional për të ndarë beben e sapo lindur nga ujërat e pista në një proces historik ku duhet garantojmë me do e mos suksesin e reformës në drejtësi, duhet garantojmë me do e mos pavarësinë e gjyqësorit, por ku po ashtu nuk mundet kurse si të lejojmë me do e mos që kura të bëhet problem më i madh se sëmundja, duke rrezikuar lirit, të drejtat dhe frymarrjen e administratës dhe ekonomisë së vendit. Rama më tej nuk dihet ende se çfarë dokumentesh ka sekuestruar BKH, as nëse bëhet fjalë për materiale konkrete, kopje shkresash zyrtare apo thjesht verifikime të natyrës paraprake. Ashtu asnjë institucion nuk ka dhënë sqarime nëse kontrolli është kryer mbi bazën e një urdhri të posaçëm gjykate apo në kuadër të një veprimi hetimor më të gjerë që po zhvillohet prej kohësh. Heshtja zyrtare e SPAK dhe BKH e bën edhe më të paqartë këtë episod, duke lënë hapësirë për interpretime politike dhe për lexime të ndryshme mbi qëllimin real të këtij veprimi. Megjithatë, fakti që agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit kanë arritur të trokasin në derën e kryeministrisë përbën një precedent të fortë institucional dhe një sinjal të qartë se kufit tradicional mes pushtetit ekzekutiv dhe strukturave hetimore nuk funksionojnë më si më parë. Ky zhvillim tregon se drejtësia e re po teston terren në zona që për vite me radhë kanë qenë praktikisht të paprekshme, duke zhvendosur vëmendje nga nivelet e ulta dhe të mesme drejt qendrës së vendimarrjes politike. Në këtë kontekst, hyrja e BKH-s në kryeministri nuk mund të shihet si një episod i zakonshëm administrativ, por si një tregues se SPAK mund të ketë kaluar në një fazë tjetër të veprimit të tij. Edhe në mungesë të informacionit konkret, simbolika e këtij veprimi mbetet e fortë dhe krijon pritshmëri për zhvillime të reja, qoftë në formën e thirrjeve për dëshmi, sekuestrimeve të tjera apo edhe hapjes së dosjeve që deri tani kanë qenë të mbyllura për publikun. Pikërisht kjo paqartësi e kombinuar me heshtjen institucionale e bën këtë rast edhe më të rëndë politikisht. Nëse BKH ka hyrë në kryeministri për çështje që lidhen me hetime konkrete penale, atëherë ditët në vijim pritet të sjellin reagime të forta, tension institucional dhe përplasje të hapura. Nëse nga ana tjetër bëhet fjalë për një veprim verifikues pa pasoja të menjëhershme, edhe ky fakt do të kërkojë sqarim publik, pasi çdo lëvizje e tillë në zemër të pushtetit ekzekutiv prodhon domosdoshmërisht efekt politik. Në çdo rast, hyrja e agjentëve të BKH-s në kryeministri shënon një moment që vështirë se mund të kalohet pa pasoja dhe që ka potencialin të ndikojë drejt për drejt në raportet mes qeverisë dhe drejtësisë. Për këtë arsye, ky episod mbetet në vëzhgim dhe pritet të shoqërohet me zhvillime të reja në ditët dhe javët në vijim.